Sot në Një grush librash do të flasim për një libër që personalisht më ngjau me një poezi të gjatë, ndoshta me një album pikturash, ndoshta me një muzeum. Kam kënaqësinë që në program të kem Alen Bacon. Faleminderit. Faleminderit që je në emision për të folur për këtë libër autobiografik me titullin Kalamaj të Patti Smith, asaj që njihet si një ndër figurat më të rëndësishme të rockut botror. Së pari njëherë, dua të di çfarë të çoi ty tek ky libër, sepse është krejt e pagjas që një këngëtare e cila ka performuar në vitet 60, 70, 80, por që sigurisht sot është në zenitin e karrierës së saj, gjithsesi ti thot diçka publikut shqiptar. Libri ka ardhur nga një bisedë para rreth 3 vitesh me botuesen time, me Ana Shkreljen. Është një libër që e kishim të dy të dashur. Dhe ishte gati një lloj sprove, është mundur të përkthehet në shqip për shkak të stilit vështirë, për shkak të kontekstit që mungon me radhë. E filluam pak si lojë, pastaj ideja u poq. Dhe mbas rreth 3 vitesh punë, ja doli mban që me pak me pak luftë ta sillin në shqip, si më thon. Thua 3 vite punë, ndërsa autores, e cila është poete, shkrimtare, piktore, këngëtare e famshme, siç e thash, janë dashur plot 20 vite, 10 vite për ta bluar me mendjen e saj dhe pastaj 10 vite të tjera për ta shkruar. Është një libër që i kushtohet Robert Mapplethornit, i cili ka qenë i dashuri i saj, miku i saj, frymëzimi i saj, njeriu që ndoshta ka lënë më shumë gjurmë në të gjithë karrierën artistike dhe formimin, botkuptimin e saj. Po, Roberti në këtë rast do thë është tamam i dashur i zemrës. Fillimisht marrëdhënie romantike, pastaj më vonë platonike, por sidoqoftë njeriu që e bëri Pattin, krijoi Pattin si artiste, si krijuese, dhe në të njëjtën mënyrë në formë të sjellët, edhe Patti e krijoi Robertin po ashtu si artist krijues. Krijuan njëri tjetrin. Po, është çift pa të cilin nuk ekzistojnë pa njëri tjetrin. Ajo që më bëri më shumë përshtypje nga leximi i librit, përveç historisë së fortë të dashurisë, këtij bashkëpunimi, partners in crime, atë krimin e artit edhe të vlerësimit për figurat e njohura të kohës, është kjo skenë e madhe e New Yorkut të viteve 60-70. Libri është një muzeum figurash të njohura. Që kanë lënë gjurmë në artin botror. Absolutisht, është një kaleidoskop, është një gastare që prizbon gjithë skenën artistike të New Yorkut të viteve 60-70. Është një nga interesat kryesor të librit për te Pattit dhe Robertit vet. Pra që në thelb ata janë fiks vala e krijuesve të fundit të viteve 60, fundit të viteve 70, pra kalimi nga rock and roll në drejtim të punkut. Në gjitha fushat, në letërsi, në poezi, në art viziv, në instalacion, pra në art bashkohor, në piktur, në film. Dhe janë njerëz të cilët në mënyrë ciklike përsëriten vazhdimisht kulturën amerikane dhe një pjesë e tyre janë aktive ende sot. Nga ana tjetër është elementi i dytë që prap lidhet në mënyrë direkte me Robertin, që një pjesë e madhe e kësaj ujësie të krijuesve të viteve 60 nuk i mbijetojnë për hapjes së AIDS-it. Pra një pjesë e mirë e tyre vdesin në vitet 80 dhe është në gjitha kulturat perëndimore në Angli dhe në Amerikë, tu mendoj po themi për librin The Swimming Pool Library të Alan Hollinghurst, që flet për të njëjtën gjë në kontekstin britanik viteve 80, të cilët zhduken dhe mbeten vetëm në kujtimet e bashkëkohësve, miqve, të dashurve të tyre, pasi duke qenë se humbasin jetën më shumë tre, nuk arrin kur potencialin tyre artistik. Pra në një farë mënyrë historia e valës së artistëve që vjen nga lufta e Vietnamit, nga momenti, mbas momentit themi bitnik, kur fillon momenti hipi i kulturës perëndimore, të cilët janë kjo humbje e madhe e paplotësuar kurrë e kulturës perëndimore. Ne na vjen vetëm gjysma e asaj që mund të kishte vërtet potenciale artistike asaj periudhe dhe prapë është kaq i pasur, kaq i plot, kaq i bukur. Alen, në këtë libër autobiografik, ne përveç se mësojmë për marrëdhënien e fuqishme që kishin këta dy njerëz, mësojmë edhe tragjedinë ose jo tragjedinë, po ndoshta dramën e brendshme njerëzore që zbulon dhe që përjeton Roberti, teksa zbulon seksualitetin e tij pas ndarjes nga Patti Smith. Edhe ajo është një dramë vete njerëzore që gati më kujtoi atë të një tjetër këngëtarit famshëm, i cili pati po ashtu fatin e Robertit, të këngëtarit famshëm të Queenve. Po, ka paralele, po duam neve dhe me Oscar Wilde dhe me fundin e Oscar Wilde. E po mendoj që është një temë që është gjithmonë relevante, sidomos në kontekstin artistik, zbulimi i seksualitetit, si më thon, rishpikja e identitetit personal. Sidomos duke pasur parasysh që Roberti nga një familje shumë konservatore, shumë katolike, shtresa mesme e ulët, pra që nuk kurse kishte ndonjë qasje shumë të mirë ndaj artit, ndaj krijimit artistik, ndaj liberalizmit. Ky është një kapërcim shumë i madh, si për të vet, ashtu dhe për Pattin, ashtu dhe për familjen. Dhe mendoj që sidomos në Shqipëri, ku këto janë tema që rrihen
jo shumë shpesh në letërsi, është gjë që ka vlerë që të kuptohet për vështirësinë e këtij ndryshimi tek një person i cili për pjesën dorëmuese të lexuesve i bie të jetë mosha e gjyshit dhe në disa raste dal ngadalë dhe stërgjyshit, mendoj. Dhe këtë paralelizëm me fatin e Freddie Mercuryt dhe historisë së tij të dashurisë unë e bëra edhe me të çift, pra me Robertin dhe me Patin. Kishin një jetë boheme ku më të rëndësishme se sa parat ishte arti i tyre. Duhet thënë që jetuan në varfëri ato, si thua, ato dekadën e parë përpara se të spikasnin, të dilnin në sipërfaqe si një çift artistësh. Po, shumë e vërtetë. Janë pikërisht ajo periudhë e New Yorkut që na sjell dhe në mënyrë paradoksale krimin e Batmanit. Pra, është në fund viteve 60, vitet 70, New Yorku pëson një krizë të madhe financiare, një rritje shumë të madhe të varfërisë, të kriminalitetit, të revoltave të minoriteteve etnike apo racore, dhe përfaqëson me të vërtetë periudhën më të errët në historinë moderne të New Yorkut. Dhe krijimi i tyre artistik, spikat ose feks, më mirë të themi, pikërisht sepse është përkundër këtij konteksti, këtij sfondi jashtëzakonisht të zymt. Dhe edhe varfëria e tyre që nuk ka lidhje direkte me krizën e përgjithshme sepse vjen për shkak të rrethanave të tyre, prap simbolizon se sa e nevojshme është ky, si ta quajmë, boshllëku, ky vakumi, ky momenti i thyerjes, si shpërhapjes për të prodhuar fermentin e nevojshëm për të krijuar art. Nuk mund ndodhi në një shoqëri që është stabil, ku janë vlerat që janë të pa diskutueshme, të pa kontestueshme. Duhet me se zbën që të ketë një moment thyerje për të prodhuar art të formave të reja. Dhe kjo metamorfoza apo parabol e jetës së tyre, pra nga varfëria deri madje edhe fjetja në rrugë e Patti Smithit, puna fillimisht në fabrik, pastaj disa punë në librari të ndryshme, në dyqane të ndryshme, papunësia e madhe e Robertit, mishërohen fare mirë edhe tek titulli, Kalamaj. Jazz Kids është titulli. Jazz Kids dhe ka qenë në origjinal. Ata ishin vërtet dy kalamaj kur u njohën. Dhe ka qenë një diskutim shumë i gjatë për të gjetur tamam formën që do kishte titulli. Do ishte kalamaj, do ishte thjesht kalamaj, do ishte veç kalamaj, do ishte veç se kalamaj, do ishte veç se fëmijë. Pra ka qenë një diskutim rreth 6 mujor, duke marrë mendime edhe të shumë lexuesve të Patit për të rënë dakord që kalamaj ishte forma më e përshtatshme për ta dhënë, sepse veç se kalamaja duket tepër reduktiviste, ndërkohë që fëmijë nuk e jepte totalitetin e jo vetëm të moshës së re të tyre, po dhe si thua, ekzistencës së tyre jashtë rrymës qendrore, rrymës kryesore, në këtë rrymë gati vernakulare të artit para se ta afirmoheshin si artist, sepse kohën që këta eksperimentonin me këto mitet shumë të varfëra që arritin gjendje me shumë pak para ose rrugëve të hedhura në përcepa rrugësh, ishte i pa afirmuar si mënyrë krijimi. Dhe rrjedhimisht në momentin që këta piqen artistikisht dhe kjo formë ose kjo gjini krijimi artistik bëhet për herë të parë e pranueshme nga rryma kryesore e skenës artistike. Piktura, poezia, muzika, arti bashkohor, si ndikuan të gjitha këto tek këto dy këta artistë? Ato kanë një element shumë të fortë të kolazhit që është shumë i rëndësishëm dhe është specifikisht i pop artit, pra që mund të marrim Warholin si shembullin më të mirë të rrymës vizive të këtij arti. Ka edhe një element shumë të fortë të autodidaktizmit të dyve, sepse qoftë Roberti, qoftë Patti, nuk e përfundojnë kurrë studimet e larta, nuk studiojnë për art në çdo rast, dhe ti e kupton jo vetëm ke mënyrën se si krijon Roberti duke ricikluar sende, objekte të vjetra, por edhe ke lista e leximeve që përmend Patti, e cila është shumë eklektike, shumë autodidakte. Kemi disa simbolistë francez, kemi disa ekzistencialistë të gjysmës së shekullit 20, kemi disa poet mistik, anglez të shekullit 18, fillimisht shekullit 19, pra është një listë shumë eklektike, e cila po ta shikosh vërtet të bën kuptor se sa e paplot ose eksentrike është lista e leximeve të Pattit dhe lista e ndikimeve të jetës së saj. Dhe ja çfarë shkruan Patti Smith në librin e saj për këtë mënyrë të krijimtarisë së saj dhe botkuptimin që ajo ka. Në periudhat e dëshpërimit, vrisja mendjen se ç'kuptim kishte të krijoja art. Për këvall, mos po frymojmë Zotin, mos po flasim me vete, cili ishte synimi përfundimtar? Të ta mbyllnin veprën në një nga kopshtet e mëdha zoologjike të artit në Muzeun e Artit Modern, Muzeun Metropolitan apo Louvre. Dëshiroja ndershmëri, por gjeja pa ndershmëri brenda vetes. Pse ti përkushtohesh artit? Për vetë përmbushje apo për artin vet? Duke llastim ti shtoje edhe më rëmetit, pa ofruar edhe ndriçim. Shpeshherë ulesha e rekesha të shkruaja, të vizatoja, por gjallëria nervoze në rrugë së bashku me luftën e Vietnamit, vishnin përpjekjeve të mia
një dukje të pakuptimt. Nuk arrija të identifikohesha me lëvizje politike. Tentativa për t'ju bashkuar më bëri të ndihesha e shtypur nga një tjetër lloj burokracie. Vrisja mendjen, në kishte rëndësi çfarëdo lloj gjëje që bëja. Në fakt, çfarë pati vërtet rëndësi në jetën e Patti Smithit? Atë një pjesë mirë të gjërave që thotë i ka dalë kundër vijimish. Mund të themi këtu për shembull që ajo është një nga artistët që janë më politikisht aktive sot për sot në skenë. Ajo është aktive, ka qenë aktive për luftën në Gaza, ka qenë aktive për kundërshtimin e luftës në Vietnam, kundër ndërhyrjes amerikane në Venezuelë. Ka dalë me disa postime pro lëvizjes flamingove në Shqipëri. Pra është një njeri i cili është zakonisht aktiv dhe politikisht i angazhuar, është thellësisht kundër Trumpit. Nga ana tjetër, është një njeri i cili ka bërë ballë në mënyrë shumë të fortë, shumë demonstrative konsumerizmit që përshkon artin, sidomos të gjysmës së shekullit 20 dhe të fillim shekullit 21. Pra është një njeri i cili beson vërtet ke ars gratia artis, pra arti për hir të artit. Është një njeri që i refuzon pak këto, po themi, është një njeri që ndoshta komercialisht mund të qenë më i suksesshëm, por që ka zgjedhur të ketë një ekzistencë të vetë ndoshta pak më të tërhequr, pak më boheme, por që lejon një mënyrë krijimi. Nuk është vetëm këngëtare, nuk është vetëm poete, nuk është vetëm kantautore, po është një përzierje e gjithave që i përshtatet asaj dhe mënyrës së saj të krijimit. Në libër ka një fjali që ndoshta mund të cilësohet edhe si manifesti i saj artistik, kur thot: "Parapëlqeja artist që është ndronin epokën e tyre dhe jo ata që e pasqyronin atë." Po, është gjithmonë momenti i thyrjes, është momenti i kapërcimit nga një gjini krijimi në një gjini të re krijimi. Pra që të mos thjesht, po themi, artisti kulmor i një epoke, por që të thjesht i pari që paralajmëron kasneci e epokës që do vi më tej. Që është shumë e rëndësishme si për Pattin, si për Robertin, sepse asnjëherë nuk ka një përkim të plot ndërmjet përjetimit shoqëror dhe përjetimit artistik. Gjithmonë ka një diakroni, një mos përkim mes së dyjave, dhe detyra e artistit të ndjerë, artistit sinqert, të çiltër, pra, është që të pasqyrojë ndryshimin. Ka në libër një, ta quajmë një fole, një stre, ndoshta gati edhe një skenë që është Hotel Chelsea. Aty ku gjallojnë emrat e njohur të artit amerikan të viteve 60-70. Po, është bujtinë e artit e qytetit, si themi, është pak e Lën Pasdore, pak e Rënga Vafti, pak artistët nuk arrin që të paguajnë qiran mujore dhe paguajnë me veprat e tyre sepse s'kan para. Është shumë e rëndësishme, është me kalimin e kohës vjen duke u përkeqësuar kriminaliteti, përdoruesit e drogës, ka zhvendosje demografike në brenda lagjes, pra ka një popullsi më të madh zezake. Por është elementi i kyç sepse është vërtet më tepër se streja speranca që i lidh të gjithë këtë botë boheme që është për shkak të rinisë, për shkak të mungesës të ardhurave, shumë e lëvizshme, shumë e shpërhapshme, e qëndërzon në këtë pikë fokale, aty në këtë vatër, që pastaj i mbledh të gjithë bashkë dhe lejon që të krijojnë marrëdhëniet me njëri tjetrin. Dhe do lexoj përsëri se çfarë shkruan Patti për këtë hotel kaq të jashtëzakonshëm Chelsea. Jeta në Chelsea qesi ndonjë treg i hapur, ku secili donte të shiste diçka prej vetes. Hoteli qesi ndonjë shtëpi kukullash me 100 dhoma në Twilight Zone, ku secila ishte një univers i vockël më vete. Unë endesha korridoreve në kërkim të shpirtrave që e banonin, të gjalla të vdekur. E doja atë vend me elegancën e vetë rreckamane dhe historinë që e ruante me aq fanatizëm. Kishte fjalë që baulet e Oscar Wilde dergjeshin në bodrumin që përmbytej shpesh. Këtu i kish kaluar orët e fundit edhe Dylan Thomas, i kredhur në poezi e alkool. Thomas Wolfe kishte punuar qindra faqe të dorëshkrimit që do të shndrohej në You Can't Go Home Again. Bob Dylan kishte kompozuar Sad-Eyed Lady at the Loneless e në katin ton, e kështu me radhë shumë çka ndodhte në këtë hotel. Megjithatë ka një fill që përshkon jetën e Pattit edhe të Robertit deri në 89-ën kur ndahet nga jeta për shkak të sidës. Lidhja e tyre me drogën, edhe ngjan si themi mallkimi i këtij brezit të këngëtarëve të rockut të asaj gjenerate. Është pak molla ndaluar, sepse është gjë që ja bën të hundur artin një pjesë të mirë tyre, ose si themi çlirimin nga prangat e konvencionit artistik të eksplorimin e formave të reja, por njëkohësisht për shumë prej tyre është ajo që u merr jetën ose u shkatron jetesën. Dhe po, ajo mendoj që është klasike ka artistët të gjithë epokave, nga epoka, po themi, nga fillimi i epokës viktoriane deri më sot, droga është një element pothuajse i pamungueshëm i rrymave artistike, pavarësisht se si dhe pse vjen. Kemi dhe kujtimet iluministëve që shekullit 18 që bënë eksplorime me opiumin apo me forma të tjera droge që i merrnin nga lindja, nga Orienti, siç quhej atëherë, hashashi, amfet, thash. Kështu që po, është fill përbashkës. Më tepër Robertin, sepse Patti nuk është se eksperimenton fort me pjesën e
drogës, është pak më e tërhequr, e gjen drogën, e gjen ekstazën ke krijimi artistik, ndërkohë që Roberti ka nevojë për stimull më të fortë të jashtëm. Por po, është sa s'po të ardhur keq, është aq të pashmangshëm. Mendoj që në shoqërinë tonë nuk ka njeri që e vë seriozisht në dyshim praninë edhe në një farë mënyrë gati nevojën për të pasur një element abuzimi, që quajmë drogë, quajmë alkool, quajmë sjellje seksuale ndoshta pak jo konvencionale, si pjesë e botës krijimit artistik. Është thjesht pjesë e gjithsej bote. Alen, kam përshtypjen që një gjenerat e tillë, ose kur lexon një libër për një gjenerat të tillë, duket sikur sheh një film, edhe përfytyron një botë që tani më ka vdekur. Ndoshta këngëtarët e sotëm nuk e kanë këtë lloj formimi, këtë lloj sqime, qoftë në leximet e tyre, qoftë në mënyrën se si e shohin botën, por edhe tek ajo lloj muzike që dëgjojnë ose edhe që krijojnë. Nuk e di se sa është vetëm kjo, sigurisht është një pjesë e vërtetës. Ose arti që shijojnë, sepse Roberti adhuronte Michelangelon. Po, absolutisht. Jo, ka referencat klasike janë shumë forte, prandaj them që kanë të dy formime shumë eklektike sepse kapërcejnë faza të tëra zhvillimi artistik dhe fokusohen në gjëra që u pëlqejnë atyre vet. Por do thoya edhe që gjëja që mungon më së shumti është e njëjti besim tek e ardhme e përbashkët dhe rrjedhimisht e njëjta mungesë angazhimi politik e artit, sepse vërtet një nga gjërat kryesore që shtyn përpara këtë art është një angazhim i fortë dhe i vazhdueshëm politik me temat më të nxehta të ditës dhe me kosto të mëdha personale për një pjesë të madhe të artistëve, që sot për shkak të natyrës shumë më tepër konsumeriste dhe komerciale të artit ka ardhur duke u fashitur në një mënyrë. Dhe rrjedhimisht mendoj që ky është mungesa kryesore tek shtysat e artit, ta quajmë të mirëfill, përtej sqimës dhe formimit artistik që ndoshta mund të jetë më i mirë sot sepse janë mjetet e tilla që ta mundsojnë një formim më të lëmuar, më të plot. Por mungon vërtet angazhim me temat kryesore të ditës. Nuk ka një shpërthim të krahasueshëm revolte artistike ndaj veprimeve të qeverisë amerikane sot, siç pati gjatë luftës në Vietnam. Thjesht nuk ka. As në perëndim, në shumicën e vendeve perëndimore nuk është i njëjti angazhim politik në kundërshtim të veprimeve që quhen pa drejta. Dhe rrjedhimisht kjo ndikon në cilësinë e artit që prodhohet. Të bukur dhe të mallkuar është, si thuash, ajo fjalia që i mbeshet gjithmonë kësaj lloj gjenerate artistëve të viteve 60, 70. Dhe Patti Smith kam përshtypjen që i kishte të gjithë përbërësit për të qenë pjesë identifikuese e këtij brezi, që tek braktisja e një fëmie në moshë fare të re. Po, absolutisht. Unë nuk e quaj të bukur dhe të mallkuar, do i quaj njerëz që shpeshherë janë më të bukur pas humbjes, sesa kur janë të gjallë. Është pak miti i Orfeut dhe Euridicës. Pra që janë njerëz se cilët ngrin një moment historik dhe ngelen aq të bukur në atë moment historik, zakonisht bardhëzi, sa që gati është keqardhje jetesa e tyre më vonë. Është pak ndoshta mizore ta thuash në këtë formë, për njerëz që vërtet simbolizojnë një moment të ngrirë në kohë dhe që rrjedhimisht është jashtëzakonisht evokues, ikonik dhe që për njerëzit ka një romantizëm që është gati përdullyes, le të quajmë. Për çfarë duhet ju rekomandojmë brezit të ri, atij brezi që pothuajse nuk e njeh fare Patti Smith, leximin e kësaj autobiografie? Unë do thoya për më thjesht nga gjitha është thjesht një libër i bukur. Është një libër i bukur, është një libër që të plotëson, që të kënaq. Është një libër të cilin mund ta shijosh lirisht dhe nëse ke dëshirë që ta lexosh thjesht si vepër letrare, pas një lloj konteksti artistik, kulturor, të kohës, të muzikës, të New Yorkut viteve 70, mund ta bësh lirisht sepse është një vepër letrare që qëndron mbi dy këmbë të veta, nuk ka nevojë që të kesh një interes të posaçëm për temën që të lexosh. Dhe është një libër që ka fituar National Book Awards for Non-Fiction për vitin 2010. Dhe dua ta mbyll me atë letër që gati përmbyll këtë shkrim autobiografik, pak para se autorja të mësoj vdekjen, largimin nga jeta e njeriu të dashur, edhe pse thot e kishte parantier edhe orën se kur do të largohej. I dashur Robert, shpesh tek rizgjuar në shtrat vras mendjen, nëse rizgjuar edhe ti. Ke dhimbje apo mos ndihesh i vetmuar. Më shpëtove nga periudha më e errët e jetës sime të hershme dhe ndave me mua misterin e shenjtë të asaj çka do të thotë të jesh artist. Mësova si të shoh përmes teje dhe si të mos shkruaj kurrë një varg, atë heq një vizë që të mos ketë buruar nga dijet që fitova gjatë kohës sonë të çmuar bashk. Krijimtaria jote, e cila rrjedh prej një burimi të rrjedhshëm, mund të gjurmohet gjerë te kënga e lakurisht e Rinis Sate. Atëherë më flisje për të qenit dorë për dorë me Zotin. Mbaje mend pra, pavarësisht gjithçkaje se atë dorë që e ke zënë gjithnjë, duhet ta shtrëngosh fort, Robert, dhe mos ta lëshosh kurrë.
Atë pasdite, kur të zuri gjumi mbështetur pas shpatullës sime, dremita edhe unë, por para se të mbyllja syt, duke parë gjithë sendet dhe krijimet e tua për qark dhe duke kaluar ndërmend gjithë vitet e punës, kuptova se nga gjithë veprat e tua, ti je ende më e bukura. Vepra më e bukura nga të gjitha. Alën Bejkot, falenderoj që ke sjellë në Shqip këtë, siç e thash në hapje, këtë poezi të gjatë, dashurie, por edhe mrekullie të artit që nga muzika, piktura, poezia e kështu me radhë. Faleminderit që ishe në Një Grush Librash. Shumë faleminderit për ftesën dhe faleminderit për fjalët e mira. Le të jetë një ftesë për lexim, edhe për ata që nuk e njohin padisni. Shpresoj.